dhe ku është trirë dora e bashkëpunimit për gjitha partitë opozitare. Partia e Lirisë si do të kontribuojë, da do t'i bashkohet kësaj proteste, da ka pasur një koordinim mes partive opozitare kundër mazhorancës? Mendoj që të gjithë partitë opozitare janë me një qëndrim të përbashkët, sinkron, për sa i takon domosdoshmërisë të forcimit të aksionit opozitar, pa diskutim që protesta e datës 22 është gjithashtu një sfidë për të gjitha partitë, përfshirë dhe Partia e Lirisë, dhe besoj që gjithë mbështetësit tanë do t'jenë prezent për të treguar që populli ynë është një popull shpesh herë i heshtur, shpesh herë që i kujdesshëm, por kur kupa mbushet, atëherë vullneti i tij për ndryshim, për mirëqeverisje, për një jetë më të mirë, për të avancuar agendën europiane, sepse jemi popull me vokacion shumë të fortë europian, ky vullnet shprehet në mënyrën më të qartë. Dhe qytetarët e dinë që me këtë lloj qeverisje është e pamundur Europa, sepse Europa nuk të pranon, më thënë, të kesh një korrupsion në çdo qelizë të tij, por edhe më keq akoma që krimi i organizuar të jetë ai që drejton qeverinë dhe zbaton interesat e tij nëpërmjet kësaj qeverisje që e ka zgjedhur vetë, e ka mbështetur vetë në zgjedhjet e fundit. Si e pa diskutimin për zgjedhjen e avokatit të popullit, ku disa deputetë të Partisë Demokratike firmosën, më pas u tërhoqën, pati dhe akuza të ndërsjella, a ishte një gafe opozitës, mungesë koordinimi, apo një pakt i heshtur mes dy partive të mëdha, dhe kemi të bëjmë edhe me Prapaskena dhe Prapavia që shkojnë përtej gabimeve njerëzore? Kishte një koment nga presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ndaj pjesë të përqendrimin tuaj. Po, mendoj janë pak nga të gjitha, po me gjitha këtu duhet kishte pasur një qëndrim shumë solid, shumë të qartë dhe shumë të organizuar, për sa i takon një institucionit të tillë siç është avokati i popullit. Nuk mund të lihej në një proces të tillë në vullnetin e deputetëve, individual të deputetëve, apo themi të lobimit apo të interesimit të kandidatëve të mundshëm. Këtu duhet kishte një qëndrim shumë të qartë, pasi në fundit avokati i popullit nuk është përfaqësues as i opozitës as i mazhorancës, por është një institucion i cili i shërben qytetarëve shqiptar. Dhe për këtë duhet të kishim bërë të gjithë përpjekjet e nevojshme që ky person, ky institucion të ishte sa më larg politikës dhe sa më pranë qytetarëve. Mendoj që zgjedhja që u realizua nuk e kompromentoi këtë dhe nuk tregoi që kishim një zgjedhje të mature, të duhur, të bjekur, siç duhet, për të shërbyer interesave qytetarëve shqiptarë. Me protestën organizuar nga zoti Adriatik Lapaj, apo lind një alternativë e re jashtë Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, Partisë së Lirisë, sepse gjithë to përçarjet e brendshme, diskutimet që ka opozita brenda vetes, nga ana tjetër dhe të gjitha goditjet që po i bëhen mazhorancës, duket sikur një terren gri mund shfrytëzohet fare mirë nga alternativat të tjera që janë jashtë figurave të vjetra politike. Para të gjithash, unë mirëpres çdo veprim të tillë opozitar dhe uroj që veprimet të tilla opozitare të jenë pjesë e formacionit opozitar kundër qeverisë dhe mazhorancës keqeverise. Gjithashtu mendoj që partitë e reja janë të mirëpritura që patjetër marrin pjesë dhe të qarkulloj status quo-ja që shpesh mbyt partitë tradicionale, por gjithashtu mendoj që gjithçka tregohet në veprimin opozitar, në qëndrueshmërinë në veprimin opozitar dhe në atë që vendoset si objektiv primar transformimi i nevojshëm që ka nevojë vendi dhe patjetër që rotacioni normal politik në këtë vend. Çdo parti që i shërben këtij qëllimi është, në gjykimin tim, është e mirëpritur. Zotëria që ju flisni e pati mundësinë në zgjedhjet e fundit, por defektet që pati organizimi i tashmë janë publike. Uroj që ta forcojë veprimin opozitar dhe të rreshtohet dhe të kontribuojë së bashku me gjithë faktorët e tjerë opozitar.
Do t'ju pyesja si njohën si mirë edhe i çështjeve ekonomike për sa i përket projekt buxhetit të vitit 2026 dhe paketës fiskale. Kuvendi ka diskutuar rritjen e pagesës minimale dhe projekt buxhetin e vitit 2026. A është politikë sociale apo kemi të bëjmë thjesht me një vendim elektoral? Mendoj që këto janë veprime, do thoja, të detyruara, të realizuara nga mazhoranca, pasi rritja e pagave dhe pensioneve është një detyrim ligjor për të mbuluar, së pari për të mbuluar inflacionin dhe rritjen e çmimeve. Së dyti është një detyrim pasi Shqipëria është renditet e fundit për sa i takon nivelit e të ardhurave krahasuar me koston e jetesës. Shqipëria ka koston më të lartë jetesë dhe nivelin më të ulur të pagave. Së treti është parë që një politikë e tillë deri më sot ka shkaktuar një largim masiv të qytetarëve shqiptar, duke u përballur me pamundësinë për të plotësuar, për të arritur, për të mbuluar koston e lartë të jetesës dhe shumë faktorë të tjerë. Besoj që ka qenë një lëvizje e detyruar. Edhe për faktin që... Por çfarë i mungon kësaj pakete fiskale në optikën tuaj? Ka shumë mungesa, i mungon vizioni për rritjen ekonomike, për një rritje të qëndrueshme ekonomike. Kjo paket e bazon zhvillimin ekonomik tek disa sektorë të cilët janë të paqëndrueshëm, si ndërtimi, si turizmi. Nuk ka incentiva të cilët janë paqëndrueshëm, se ndërtimi është i përkohshëm, një zhvillim i përkohshëm, por nuk është ai që krijon bazat të qëndrueshme të zhvillimit ekonomik për një vend. Së treti është ajo që mungon prioritarizimi, investimi dhe mbështetja e sektorëve prodhues, të cilët sjellin vlerë, që krijojnë vlerë dhe rritje ekonomike. Nuk mund ta sjellin vlerën ekonomike pasrimi panorave në industrinë e ndërtimit, por duhet patjetër prodhimi, duhen eksportet, dhe këto mungojnë thellësisht në buxhetin që sapo u miratua. Po kështu sektor që janë të rëndësishëm si bujqësia janë shumë pak të mbështetur dhe ne prandaj bëmë edhe shumë nga amendimet tona i të paraqitura të cilat u hodhën poshtë, sigurisht sepse nuk ka ndjeshmëri dhe nuk ka një logjik për të shërbyer rritjes qëndrueshme të vendit, por ka një logjik e cila forcon këto lobet e caktuara të industrive si ndërtimi apo interesa të tjera oligarkësh dhe pa diskutim ato propozime, ato financime, ato burime të financimit për të përmirësuar jetën e qytetarëve, për të ulur koston e tyre të jetesës, ato merren jo seriozisht dhe injorohen krejtësisht. Domethënë me pak fjalë, kjo do të ishte panorama që mund ta përshkruaja buxhetin. Dhe fjala e fundit për këtë buxhet është nuk ka ndjeshmëri për qytetarët. Kjo është kryesore. Është qartë, nuk i vënë fokus qytetarët. Po për ligjin e ri për koncesionet dhe PPP-t, qeveria ku ka prezantuar këtë ligj të ri ka thënë që ka premtuar më shumë transparencë dhe studim me fizibiliteti. Pse ky ligj vjen pikërisht tani, pas shumë PPP-ve të diskutuara në publik dhe problematike, duhet thënë? Ky ligj ka një problem shumë të madh, sepse tani ai ka gjoja duke hequr procesin e